Pas qëndrimit të kreut të SPAK-ut Altin Dumani, i cili deklaroi se kallëzimet e partive politike për parregullsi zgjedhore kanë qenë shpesh të paplota dhe jo të sakta, Sali Berisha ka reaguar me tone të forta. Ai i quajti SPAK-un bashkëpunëtor të Partisë Socialiste dhe të atyre që sipas tij kanë kryer krime zgjedhore. Me gjysmëlyk të Altin Troplinit nuk ka asgjë të qartë. Po sa herë denoncoj kartelin Troplini opozita, sa herë denoncoj Gysagasin opozita, sa kohë mbajti në xhep mandatin e arrestit Altin Troplini për Troplinët. Besoj se farsa elektorale e zhveshi Lakuriqi Altin Troplini tregoj se ai është ortak, komplis në këtë krim të shëmtuar elektoral. Në të njëjtën kohë Berisha kritikoi ashpër kryeministrin Rama, të cilën e akuzoi për shpenzime të dyshimta në udhëtimet e tij me avion charter drejt samitit të NATO-s. Ai paralajmëroi se Partia Demokratike do të kërkojë në shtator krijimin e një komisioni hetimor parlamentar për të shqyrtuar këto shpenzime, duke aluduar edhe për baule diplomatike, ku sipas tij mund të fshihen trafiqet palishme. Ishte i paralajmëruar muaj përpara dhe muaj përpara mund të përnotoshin biletat, por jo. Do shkonte i kapardisur me charter, pasi shpenzoi 21 milion euro. A ju kujtohet ju kur thoshte shqiptarëve se biletat, se charter është më lirë se biletat. Çfarë mashtrimi bënte? Dhe kemi kërkuar një hetim shumë me interes për shqiptarë dhe komunitet ndërkombëtar. Pasi ekzistojnë dyshime dhe dhëna të pamohueshme për transporte me chartën e Edi Ramës të ngarkesave shumë të dyshimta. Këtu i kam denoncuar, sapo jam informuar, ka burime të cilat thonë se valixhet diplomatike të Edi Ramës me charter janë më voluminoze dhe më numerike se të gjithë qeverive të Europës të marrë së bashku. Po, për të mos thënë pastaj se ka zëra të tjerë që me charter kanë udhëtuar dhe persona të rrezikshëm shumë të kërkuar. Sa i përket procesit të 11 majit, Berisha publikoi të dhëna të reja për parregullsi në 12 qendra votimi në Elbasan, ku u gjetën flet votimi më shumë se numri votuesve dhe flet votimi pa vull. Këto qendra votimi që vjeshtoj këtu dhe shumë të tjera, ngjallin dyshime shumë të forta se përveç tretit bullgar është përdor dhe zëvendësimi, mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit. Këto kuti nuk mund të pranohen si kutit e vërtetave të qendrave të votimit, por si kuti të ndruara apo të futura nga të ardhura nga selia e Partisë Socialiste apo dhe vetë nga qendrat ilegale të patronazhistëve. Deklaratat e Berishës vijnë në një moment kur SPAK dhe institucionet zgjedhore po përballen me presion të lartë për hetimin e krimeve zgjedhore dhe garantimin e transparencës në procesin demokratik.